Veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk besojnë në pastrimin e listave të veteranëve dhe invalidëve nga ana e prokurorisë. Lidhur me këtë, ata kanë thënë se zgjidhja vetme mund të bëhet vetëm me formimin e një komisioni ad hoc, i cili do të kontrollonte çdo aplikacion. E derisa veteranët kërkojnë një gjë të tillë, partitë opozitare në vend deklarohen se nuk ka nevojë për asnjë komision të ri, pasi që të gjithë po dështojnë. Ata thonë se qeveria e tanishme vetë e ka krijuar këtë problem. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Driton Çavushi thot për Tribuna Channel se nuk do të zgjidhej asgjë me komision të ri, sepse komisionet po dështojnë vazhdimisht. Pyetja është kush e formon këtë komision ad hoc. Me siguri edhe veteranët kanë pas shpresë se komisioni do të punonte siç duhet. Po shohim që ka dështuar absolutisht në punën e vet. Pra, si do të ishte zgjidhja me një komision të ri nga ky pushtet, për zgjidhur çështjen ose problemin që kanë krijuar vetë. Që nuk ka nevojë për formimin e një komisioni tjetër, e thot edhe deputeti Nismës Haxhishala. Sipas tij, të gjitha komisionet që janë formuar në Kosovë për të zgjidhur çështje të caktuara kanë dështuar. Nuk ka nevojë me komision. Komisionet e përshifën se të gjitha komisionet që janë krijuar në Kosovë janë duke dështuar, sepse Kosova është e vështirë dhe njihemi në vërtetë. Ne kemi pas shefin e shtabit të ushtrisë shqiptare, kryet komisioni, tash është deputet, ka qenë ministër i mbrojtjes. Gjitha funksionet ka pas, edhe prapë është fryrë lista e veteranëve, ose është rrit numri i veteranëve. Të njëjtën gjë e thonë edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të këtij subjekti Palekaj thotë se nuk mund të formohet komision mbi komision. Nuk ka nevojë të formohet një komision i tillë, pasi që komisioni i cili ka certifikuar ata që kanë qenë veteran, dhe se kjo nuk do të ishte e drejtë. Qëndrojmë prapa asaj që nuk mund të konfirmohet komision mbi komision. Formimin e këtij komisioni e ka kërkuar kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Smajl Elezaj. Ai ka thënë se deri te kjo gjendje ka ardhur nga miratimi i ligjit në Kuvendin e Kosovës. Mendoj që është i rritur numri i veteranëve dhe shkaktari kryesor ka qenë ligji miratuar në Parlamentin e Kosovës, sepse ja njeh statusin veteranit atij që është inkuadruar në UÇK muajin e fundit, ndërsa nuk ja njeh atij ushtari që ka qenë një vit në UÇK dhe për ndonjë arsye muajin e fundit është shkëputur nga radhët e UÇK-s. Prokuroria vështirë që mund të ndikojë në zvoglimin e veteranëve, mendoj që do të duhej të formohet një komision ad hoc që të kontrollojë çdo aplikacion dhe të vërtetohet numri i veteranëve. Tribuna Channel, lidhur me këtë komision, ka kërkuar përgjigje edhe nga kabineti i kryeministrit Isa Mustafa, por ata nuk kanë dashur të deklarohen.